A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu si takon madhrisë së tij. Dërgojmë salavat dhe selama për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse dashur, prej synimeve që i ka agjerimi është që Allahu më na mbrojt neve nga zjarri i xhehenemit. Pra përmes agjerimit në shumë hadithe është përmend që agjerimi është mburoj nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të përmend disa hadithe ku ta shohim që synohet mburoja nga zjarri i xhehenemit përmes agjerimit. Një ndër hadithet që flet për këtë çështje është hadithi i Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu junnatun min adhabillah." Pejgamberi ka thënë agjerimi është mburoje nga dënimi i Allahut. Pa këtu për shohim që shumë qartazi synohet përmes agjerimit pra këtu më thonë shihet shumë qartazi përmes agjerimit, më thonë e synojmë, më thonë që Allah më na mbrojt nga zjarri i xhehenemit. Në një hadith tjetër pra ka thonë men sa me yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu min an-nar 70 khalifa. Ai cili një ditë agjeron për hir të Allahut, Allahu ja largon fytyrën nga zjarri i xhehenemit as larg sa janë 70 vite larg. Edhe të shohim që përmes agjerimit synohet, më thonë, me qenë të mbrojtur nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, men sama yawman fi sabilillah, ai cili agjeron vetëm një ditë për hir të Allahut, ba'ada Allahu minhu jahannam masirata 100 am. Në një transmetim ka ardhur, Allahu ja largon fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit 100 vite larg. Subhanallah. Kësa edhe këtu e përshohim që përmes agjerimit synohet me qenë të mbrojtur nga zjarri i xhehenemit. Në një hadith tjetër Pejgamberi ka thënë men sama yawman fi sabilillahi ja'a Allahu bainahu wa bainan nari khandakan baina as-sama'i wal ard. Ai cili agjeron një ditë për hir të Allahut, Allahu përmes tij dhe zjarrit të xhehenemit e bën një grop të madhe aq sa është qielli dhe toka largësia e saj. Edhe këtu shohim që përmes agjerimit po synohet mburoja nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'u min an-nar. Çdo nat kur robi bën fitr, kur e prish agjerimin, Allahu liron prej zjarrit të xhehenemit disa robër. Edhe nga ky hadith po shohim, është hadith sahih, që Allahu edhe këtë e ban fi kulli lejle. Çdo natë për natëve të agjerimit, Allahu liron disa njerëz nga zjarri i xhehenemit. Pra edhe këtë hadith përshojmë që synohet mburoja prej zjarrit i xhehenemit përmes agjerimit. Këtu e pam disa hadithe që mburohesh nga zjarri i xhehenemit. Është një hadith tjetër ku besimtari që agjeron do t'jetë edhe mburoj nga dënimi i varrit. Pra kush agjeron, do t'jetë shkak agjerimi me qenë të mbrojtur edhe në varr, nga dënimi i varrit. Është transmetuar në një hadith Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të gjatë, ka thënë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi innahu yasma' khal'a ni'alihim hina yawalluna an. Pejgamberi sallallahu ka thënë këtë hadith, robi kur vendoset në varr, edhe ja kthejnë shpinën, shkojnë familja të afërmit që e kanë përsëritur xhenazën, kur kthehen thot ai cili është vendosur në varr janë dëgjon zërin e këpucëve. Kur shkojnë ata, kur hecin, ai cili është në varr e dëgjon. Edhe thot Pejgamberi selam fa in kana mu'minan, nëse ky që është vendosur në varr është mu'min, është besimtar, ka thënë selam kanat as-salatu 'inda ra'si. Namazi do të qëndron te krija e tij, te koka e tij qëndron namazi. Pazon për asaj thot wa kana siyamu an yamini, në djathën e tij, ose në djathën e tij qëndron agjerimi.
Këtu beshohem që agjerimi në varr. Vazhdon hadith më ka thonë, wa kanat az-zakatu an shimali. Zakati qëndron anën e majtë e tina. Subhanallah. Në varr. Vazhdon hadith më ka thonë, wa kana fi'lu al-khayrati min as-sadaqati wa silati al-ma'rufi wal ihsan ila an-nasi inda rijlihi. Ndërsa sadakaja, bamirësia, punë të tjera të mira i qëndrojnë të kamët. Në varr. Vazhdon hadith për selam, fajuta min qibali ra'si fa yaqulu as-salat ma qibali, thot vjen dënimi nga ana e kryes, namazi thot nuk ka hyrje këndej. S'muni me dënu nga kryja. Pra bëhet namazi shkak me trujt nga dënimi. Nëse vjen dënim nga kryja, nga koka. Edhe vazhdon për se nga thonën, thumma yu'ta an yamini fa yaqulu as-siyamu ma qibali madkhal. Tani vjen dënimi nga ana e djathtë, agjerimi thot, nuk ka hyrje këtu ne. Nuk keni mundësi me dënu personin që ka agjeru përmes agjerimit. Vazhdon hadithi me selam, thumma yu'ta an yasari fa taqulu az-zakah ma qibali madkhal. Tani dënimi vjen nga ana tjetër, thot zakati, nuk ka hyrje këtu ne. Tani shkon dënimi nga ana tjetër e kamve, edhe i afrohet dënimi, ndërhyn sadakaja, bamirësia ndaj të tjerëve dhe thot nuk ka hyrje këndej. Pra këtu e shohim nga ky hadith që agjerimi që ka mburoj edhe më thonë në varr. Është mburoj nga zjarmi i xhehenemit, i përmendëm hadithet, gjithashtu është mburoj agjerimi edhe në varr. Gjithashtu ulemat kanë thonë, agjerimi është mburoj edhe në dunjë. Prej çkajt, prej veprave të këqija. Se përta ka thonë me një hadith, as-sawmu junne. Agjerimi është mburoj, s'ka thonë diçka. Ka tregu të përgjithshme. Ulemat kanë thonë, agjerimi është mburoj edhe në dunjë. Të ruan nga gjunahet. Ta ruan, më thonë, zemrën, ta ruan lakmien, e të ruan shumë disa vepra të mira agjerimi. Pra shikoni dobi të agjerimit. Mburohesh në dunjë, je i mbrojtur në varr dhe do të jesh i mbrojtur me në Zotit prej zjarmit të xhenemit. Allah gjithë neve na mbrojt nga zjarmi i xhenemit dhe na bëj prej banorëve të xhenetit dhe vazhdojmë me namazin e taravih. Allah i nderoft.